Në një botë ku shumica e flamujve janë krijuar në 100 vitet e fundit, vetëm pak simbole kanë bjetuar për shekuj të tërë. Disa janë ngritur në mesjet dhe valviten ende sot. Flamuri më i vjetër në përdorim në botë është ai i Danimarkës nga viti 1219. Pas tij vijnë Austria, Skocia, Letonia, Zvicra, por në mesin e këtyre gjigantëve të historisë qëndron krenar edhe një flamur ballkanik. Në vitin 1444, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti në kruj një shqiponjë të zezë me 2 koka dhe një sfond të kuq. Një simbol që nuk është ndryshuar për më shumë se 580 vjet. Ky flamur i lindur në mes të betejave për liri, është sot ndër 10 flamujt më të vjetër në përdorim në të gjithë botën. Në një botë që ndryshon çdo ditë, shqiponja 2 krenare mbetet e pandryshuar, një dëshmi e gjallë e një kombi që nuk është përkulur kurrë. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilin.